gjitha këto eksperjenca që unë po marr nga profesionistët, cilët janë realisht rrota lëvizse e gjithë strukturave sot që e mbajnë këtë vend. Qoftë bizneseve, qoftë politikës, dashuria që ne shqiptarët kemi për punën është një gjë shumë e rrallë. Po, është vërtet e rrallë. Ne jemi pjesë e indit të shoqërisë, pra atij indit që mban shoqërinë së bashku. Mban lidhur. Dhe është një puna është themeli i gjithçkaje. Pa punë asgjë nuk arrin. Asgjë nuk arrin. Dhe në qendër jemi ne profesionistët, mendoj. Ndër hallkat. Ne jemi ndërmjet, le të themi, ndërmjet edhe publikut, edhe privatit, jemi tek pjesa e shërbimeve, pra që mundohemi të gjejmë hapësira aty ku këto, le të themi, ingranazhe të mëdha nuk arrin dot të futen. Se marrim përsipër gjëra më të vogla që i zgjidhin më shpejt, më me fleksibilitet. Kështu që ne jemi pjesë e pandarë e shoqërisë shqiptare. Ne jemi shqiptarë, ne jetojmë këtu, ne kemi familjet tona, ne rrisim fëmijët këtu, kemi gjithçka të lidhur me këtë vend. Dhe mbi të gjitha ne zgjedhim të jetojmë këtu. Dhe në fundit zgjedhja të jetosh në Shqipëri është një akt shumë i madh qëndrese dhe rezistence. Ashtu është.